Ndërsa Klodi po vazhdon rrugëtimin e tij brenda shtëpisë më të famshme në Kosovë, jashtë saj vëmendja është kthyer totalisht tek e kaluara e tij. Disa imazhe të rralla po bëjnë xhiro në rrjetet në platformën TikTok, duke treguar se si dukej banori para shumë vitesh, shumë kohë përpara se të bëhej pjesë e ekranit. Në video që po marrin mira shikime, Klodi shfaqet pothuajse një njerëz tjetër, me një stil krejt tjetër, flokësh dhe tiparesh, shumë më djaloshare, ndryshimi është aq i madh sa që shumë djegës kanë mbetur të habitur. Ky transformim fizik dëshmon rrugtimin e tij ndër vite, duke kaluar nga një djalosh i thjeshtë në imazhin e kuruar dhe muskuj që shfaq brenda shtëpisë së famshme. Reagimet kanë qenë të shumta. A është vërtet ky Klodi? Komentet kanë qenë të pafundme, ku shumë fanca pyesin nëse do ta njihnin, po ta shihnin në rrugë me atë pamje. Këto pamje kanë shtuar akoma më shumë korrektin e publikut për jetën e Klodit jashtë shtëpisë, ndërsa ai fokusohet tek loja dhe dinamikat brenda shtëpisë, jashtë po zbulohet një anë tjetër e tij që tregon se koha dhe disiplina kanë bërë mrekulli në pamjen e tij të jashtme. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.